Pak orë përpara ndeshjes me Serbin, që luhet sonte në arenën kombëtare në Tiranë, policia ka marrë masa në kryeqytet për të siguruar kështu edhe mbarvajtjen e sfidës futbollistike. Në disa rrugë të kryeqytetit do të ketë bllokim të qarkullimit të automjeteve, ndërsa përreth stadiumit kontrolle nga policia. Për më tepër detaje lidhemi me kolegun Ervin Leka. Ervin, përshëndes, cili është plani i masave të marra nga policia e shtetit për këtë ndeshje? Pavarësisht se duket se na ndajnë disa orë nga ndeshja me Serbinë, qindra tifoz vijojnë të grumbullohen përreth stadiumit, sigurisht me flamujt të kombëtares shqiptare për të krijuar edhe një atmosferë të veçantë si duket, ndërsa policia me rreth 2000 forca i vijon të jetë në gatishmëri. Edhe përreth stadiumit kemi parë forcat e rendit, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por ka qenë edhe vetë zëvendës drejtori për sa i përket rendit dhe sigurisë publike në policinë e Tiranës, Idris Daulli, ka qenë prezent që prej orëve të para të mëngjesit për të koordinuar planin e masave. Brenda stadiumit vijojnë të jenë reparti forcave Reneja, forcat e ndërhyrjes së shpejtë që po bëjnë sigurinë e stadiumit brenda ambienteve pra të këtij stadiumi ku pritet të luhet edhe ndeshja, ndërsa kombëtarja e Serbisë vijon të ruhet nga ana e repartit special të forcave Reneja të angazhuar edhe antiterrorin, ndërsa vetë në terren si duket në stadium, por edhe brenda stadiumit ka qenë edhe kreu i FSHF-s Armand Duka, ndërsa sigurisht kanë marrë masat edhe për një bllokim të përkohshëm të pjesëve të rrugës, ku rreth orës 13 të pasdites së sotme do të kemi bllokim kryesisht të bulevardit kryesor, pra që lidh sheshin Skënderbej, bulevardin Dëshmorët e Kombit deri tek sheshi Nën Tereza do të jetë thuajse totalisht i bllokuar dhe të vetme që do të lëvizin do të jenë automjetet që shërbejnë për stadiumin apo që janë në shërbim të stadiumit apo mbarvajtjes së kësaj ndeshje, ndërsa pjesa tjetër do devijohet në rrugë dytësore. Të gjitha rrugët që janë përreth stadiumit që nga ora 15 do të nisë bllokimi total i rrugëve kryesisht pra pranë rrugës Papa Gjon Pali 2, Dervish Hima, Asim Zeneli, Gjergj Filipi, tek Ishgarda e Republikës, rruga Faik Konica apo edhe rruga Lek Dukagjini janë gjitha rrugët përreth stadiumit që do të jenë të bllokuara dhe nuk do të lejohet asnjë lëvizje automjetesh në mënyrë që t'u lihet vend tifozëve kuqezi, tifozëve të kombëtares shqiptare që do i drejtohen stadiumit. Rreth e përqark stadiumit janë vendosur edhe gardhet metalike duke krijuar disa porta hyrëse, pra në mënyrë që të bëhet edhe ndarja e tifozëve sipas edhe vendeve ulëse që kanë brenda stadiumit, në mënyrë që të shmangen edhe përplasjet apo të shmangen edhe kaosi në hyrje të stadiumit. Sigurisht do të jenë edhe stuartët përveç edhe kontrollit nga ana e policisë, do të kemi 3 faza kontrolli. Një hyrje kryesore pra brenda gardhit metalik, hyrja tjetër në shkallët e hyrëse pra që të nisin për në stadium, ndërsa pjesa tjetër tek shkallët pra e stadiumit ku do të bëhet kontrolli tret përfundimtar duke mos lejuar asnjë send të paligjshëm, asnjë mjet të fortë apo edhe banderola me thirrje raciste. Kanë qenë këto thirrje të policisë që nuk do të lejohen, ndërsa ka bërthirrje se çdo veprim i dhunshëm do të dënohet si me gjop, por mund të rrezikojnë edhe burgun në rast se përfshihen në akte dhune brenda stadiumit. Situata duket e qetë, entuziaste për Shqipërinë, por le të shikojmë deri në nisjen e kësaj ndeshje ku të paktën deri më tani policia i ka marrë si duket gjitha masat. Ervin Leka, falenderoj për gjithë informacionin që solle. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni Newsline. Një kroqere turistike gjermane u ankorua sot në portin e Durrësit si pjesë e një turi të saj në mesdhe. Mbi 400 turistë do të kenë mundësi të vizitojnë disa nga atraksionet historike dhe arkeologjike më të rëndësishme të vendit, përfshirë qytetin antik të Durrësit, Kalan e Krujës dhe qendrën muzeale të Beratit. Shqipëria si destinacion mesdhetar po tërheq gjithmonë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Ankorohet në portin e Durrësit kroqera gjermane MV Deutschland. 463 turistë, shumica prej të cilëve janë shtetas gjerman, mbërritën në Shqipëri gjatë mëngjesit të së shtunës. Anija turistike po zhvillon një itinerar nëpërmes dhe ndalesa në portin më të madh detar të vendit është pjesë e turit të saj turistiko-kulturor.
Gjatë qëndrimit një ditor në Shqipëri, turistët do të kenë mundësi që të vizitojnë disa nga atraksionet historike dhe arkeologjike më të rëndësishme të vendit, përfshirë qytetin antik të Durrësit, Kalan e Krujës dhe qendrën muzeale të Beratit, të cilat janë të mbrojtura nga UNESCO. Kroqera ka mbërritur në Durrës pas një lundrimi nga porti i Vathit në Greqi dhe do të vijojë më tej itinerarin e saj drejt Kotorrit në Malin e Zi. Lëvizje të tilla të kroqerave janë treguesi i interesit në rritje të linjave turistike për Shqipërinë si një destinacion mesdhetar, duke kontribuar në promovimin e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e sektorit të turizmit në vend. Vetëm në 4 muajt e parë të vitit, Shqipëria priti rreth 2.45 milion turistë të huaj dhe pritshmëritë janë për një fluks më të lartë gjatë verës. Lëvizja e motorëve të ujit në Bregdetin e Shëngjinit do të lejohet vetëm në korridore të caktuara, ndërsa pushuesit janë shtuar ndjeshëm në Lezhë me rritjen e temperaturave këtë javë. Bashkia dhe policia kufitare porrisin edhe masat e sigurisë në plazhe. Bregdeti i Lezhës ka pritur fluks pushuesish gjatë fundjavës. Temperaturat e larta dhe ditët me diell kanë bërë që qytetarët të dynden drejt plazhit. Me nisjen e sezonit turistik dhe shtimin e fluksit të pushuesve, siguria në Bregdetin e Shëngjinit mbetet prioritet për autoritetet vendore dhe ato kombëtare. Lëvizja motorëve të ujit do të lejohet vetëm në korridore të përcaktuara, larg zonave të notit dhe pushuesve. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, thotë se janë marrë të gjitha masat për të garantuar siguri në ujë. Një nga detyrimet ligjore që kanë edhe në kontratë, subjektet akomoduese që kanë përfituar edhe hapësira për të vendosur shezone, janë edhe vrojtuesi dhe siguria me bova. Dhe kjo sigurisht që menaxhohet gjatë gjithë vitit, si nga bashkia ashtu edhe nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Gjithashtu edhe vetë Bashkia Lezhë që këtë vit do operoj me shezone publike, ka krijuar strukturën e përshtatshme për vendosjen e bovave në këto hapësira ku do ofrojë shërbimin e saj me siguri, me vrojtues. Edhe operatorët turistik në Lezhë pohojnë se siguria në Bregdet është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit. Deri tani nuk kemi pas shqetësime serioze, normalisht ka problematika, por deri tani ndonjë shqetësim serioz nuk ka pas. Edhe pse shteti po mundohet çdo vit që të vendosë rregulla, që të na sensibilizojë që të jemi të kujdesshëm. Është eliminuar ky problem, nuk kemi pas raste që nuk kanë afruar njerëz ku bën notë ose diçka. Për momentin, njëherë për njëherë jemi në rregull. Kur të shumë na si pronar, si kemi çata na thonë, na e vrejmë me njëherë dhe kërkojmë intervenimin se mi largu sa më shpejt. Këtë verë, monitorimi i Bregdetit do të jetë i trefisht nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Policia Kufitare dhe Bashkia e Lezhës. Librit ban të lirë është slogani i panajirit të librit që është organizuar nga Famullia Katolike e Shkodrës, i cili synon të afrojë besimtarët me librin. Në këtë panajir që zgjat 3 ditë marrin pjesë rreth 20 shtëpi botuese. Një panajir i veçantë libri është organizuar në Shkodër nga Kisha Katolike, i cili synon të afrojë më tepër besimtarët dhe jo vetëm me leximin dhe librin. Me sloganin Libri të ban të lirë, panajiri i librit është organizuar në oborrin e Katedrales së Shkodrës. Mbi 20 shtëpi botuese dhe autor nga e gjithë hapësira shqiptare në Ballkan janë bërë pjesë e këtij organizimi. Për Dom Vlash Palaj, famultari i Shkodrës, një nismë e tillë duhet të ketë vijimsi. Se është një shej, do me thanë, ashtu si që është jashtëzakonisht do me thanë se për jetën shfletimi një librit, sepse si që thuhet është një mik i mirë, edhe shpresojmë që gjatë këtyre ditëve kjo iniciativë e cila duket se ka filluar të shkojnë me sukses, edhe mrapa të shndrohet një traditë e cila i ban ner Shkodrës. Arqipeshkvi i Shkodrës, Imzot Giovanni Perangine, në fjalën e tij gjatë ceremonisë u shpreh se katedrali është shtëpia e Zotit dhe të gjithëve. Në duart e njerëzve tashmë shikon më shumë smartphone që informojnë, por nuk formojnë, ashtu si e formojnë përkundrazi librat. Ritmi i leximit të një libri përkon me ritmin e jetës së atij që e ka në duar. Prandaj edhe thuhet që nuk ka mik
më të mirë, që është pikërisht e libri. Drejtori ekzekutiv i Panairit, Stefan Çapaliku, shprehet se nga ana organizative janë marrë masat që secila shtëpi botuese të ketë hapësirë të barabartë. Se epoka digjitale për shkak të një fluksi të jashtëzakonshëm të lajmeve të rreme, të fake news, po e humb çdo ditë besimin, po humb çdo ditë mundësinë për me kontaktu me njerëzit. Kontakti me njerëzit ka me ardhë dhe me u zhvlefsu, ka me pas një inflacion kaq të madh, sa që njerëzit do t'i kthehen edhe një herë kulturës së shkruar, kulturës së shtypur. Në këtë panair do të ketë edhe çmime për autor të ndryshëm, ndërsa organizimi pritet të zgjasë 3 ditë. Nga studimet për regjizur tek punimi i drurit. Ky është rrugtimi i një 65 vjeçari që prej 30 vitesh ushtron mjeshtrinë e përpunimit të drurit në vepra artistike. Dëshirën e vërtet për të marrë me këtë art, Meçan Toska e zbuloi vonë, por prej 97-s nuk i është ndarë asnjë ditë. Me artistin bisedoi Gerta Vasko. Shtëpinë e ka kthyer si ku të ishte një galeri arti. Meçan Toska i jep drurit jetë. Punimet e tij artistike i gjen kudo në banesën ku jeton me bashkëshorte në Tiranë. Edhe shishet janë me fjalë të verave, të rakive janë me vepra arti. Bashkëshortja është dakord që ti mbani gjitha punimet këtu në shtëpi? Bashkëshortja jo që është dakord, po tani po të lëviz njëu, ose të bëj vakite, të t'i jap në mik, ose për qitur thotë jo, mos lëviz. Për 65 vjeçarin gdhendja nuk është thjesht një mënyrë për t'i dhënë drurit formë. Çdo vepër ka një simbolik dhe domethënie. Jam midis drurit, po midis abstraktes edhe punës së drurit. Se tani hajde marrim, bëjmë gdhendje, fjala vjen beratin. Nuk do e desha diçka të tillë. Ja, ky është një dru kumbull, është i gjetur me fjalë dru që presin këtej nga lagjet. Edhe mendova çata ashtu, bëj një siluet brenda filiza jetës. Është një dru mare, i themi në nga në tona, mareja, me i fjalë që është dru shumë i fort, dru i gjetur, edhe duke vrarë pak pëndjen, qatë i bëjmë, ka dalë një si kokë mjelme. Meçan Toska ka përfunduar studimet për regjizur gjatë diktaturës dhe talentin në përpunimin e drurit e kuptoi shumë vonë, në vitin 1997. Kur filloi izolimi që nuk po dilnim dhe nga shtëpia, me i fjalë çfarë do bëj, mora një dru. 2 dalta të vjetra e kisha, fillova me ato, pastaj aty në balkon, në berat ku isha. Filloi gruaja më tha, qa po ben, më tha mua, kush e pastroj këto? I tha, çketi se i pastroj unë. Edhe i doli për mirë dhe asaj, se qatë ditë unë ka filluar bëj dhe pastrimet të te. Punën e tij të parë, qytetin ku lindi të gdhendur në dru, e ruan ende në shtëpinë e tij si veprën më të veçantë. Berati me kokë poshtë, është një vajzë e bukur me kokë poshtë. E vetmja pyetje që më bëjnë tonë pse me kokë poshtë. Berati është perl, është i bukur me fjalë, edhe unë e personifikoj si një vajzë të bukur, po pse me kokë poshtë? Ishte një bukuri e mbrapsht. Sepse Berati në 97-ën është kthyer me fjalë në një tmerr, një bukuri e mbrapsht që nuk e meritonte. Druri me të cilin punon është gjithë i gjetur diku, duke u kujdesur për të mos dëmtuar edhe natyrën. Më shumë ishin gjëra të gjetura në për bregdete, në mal. Kam edhe diçka të veçantë. Më thotë një piktor nga Spanja. Unë do të quaj doktori i drurit, në prizmin që e gjen nuk të kalbur, e merë i jep jetë. Nuk e le që të kalbe, të iki, të haj dheu kur. Dëshira e tij është që këtë punë ta trashëgoj. Unë do mundohem me shpirt që kam një nipse të vogël që mbase do Zoti që t'ja lë trashëgim këtë punë atë që mos të mbasi se gjuna. Pas angazhimeve të ditës, 65 vjeçari në çdo moment të kohës së lirë krijon vepra artistike. Kjo është dru i gjetur nga Dajti. Ande nga mali me fjalë dru i gjetur. Se nuk diskutojt se si janë kështu këto, po tani ndërhyrje të do bëhem pakjet të marri dhe çik finese kështu. Po është në punim e sipër. Sa kohë të merr një punë e tillë? Një punë e tillë mund të marrë dhe 3 muaj, me fjalë një punë gdhendje mund të marrë dhe 2 muaj, edhe 1 muaj, po mund të marrë dhe 1 minutë, varet çfarë punë bën. Meçan Toska nuk preferoi në asnjë moment të bëj biznes me punën e tij.
që mund t'i siguronte ndoshta të ardhurat të mira duke I shitur, por siç thot ai, ky pasion do të jetë me të deri në frymën e fundit. Edhe të dua unë se le dot. Unë jam skllav I drur, jam sklavëruar. Kemi mbritur kështu në fund të Newsline. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni aty me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valveve të radios në 105 FM. Ndajemi këtu, vijoni qëndroni me ABC News.